Më shkon një mendje nga njëherë me thonë, ato gjanat më të vlefshme që ekzistojnë, i kemi në dispozicion me çmimin më të ulët. Nëse e bëjmë një krahasim ushqimi, pija edhe frymëmarrja, cila e ka koston materiale më të lartën e ka ushqimi. Po pa ushqim mundëm kohë më të gjatë me nejtë. Pastaj kosto prap ka uji i pijes edhe i higjienës, është më i lirë, po më pak mundëm me nejtë pa ujë se sa pa ushqim. Ajrin për frymëmarrje e kemi krejt gratis. Hiç s'ka kosto, është më i rëndësishme për arsye se 2-3 minuta, 4-5 minuta më shumë s'mundëm pa ajër, dhe Allah i madhruar e kalon, mos me pas nevojë kërkosh me menaxhu, për arsye se njerëzit ka njëherë kishin ditë edhe frymën me anal njëri tjetrit, me thonë se ke pagu, po e nali. Sikur se ndodh me këto tjerat, momentin që se pagun, të ndalet, privohesh prej saj. Uji, na menojmë se kena ujë shumë edhe të ballshëm, unë megjithatë mendoj se nuk kena të mjaftueshëm, edhe duke menduar se kemi ujë të ballshëm, me bëme na këshyr, jemi bukur shpërdorues të mëdhej të ujet. Si të nxehet koha, na meneri marrim zort, edhe dalim, çka bëjmë? Ti shkon me ujit një bashkë, edhe pse edhe ajo është iracionale, me ujë të sjellësit me ujit bashkën, si çdasht me pas një bunar në bar, po na dalëm edhe e flladitum asfaltin. Atë asfaltin i cili mas gjysore apet thahet, apet nxehet, çka ke bë kurrë, veç ke derdh ujë pa di hava. Çat uji i cili do shta ti e ki me bollok, po dikush pak më në kodër që atje e ka në mungesë. Andaj, unë po shfrytëzoj rastin duke qenë se jemi në fillim të verës, me bë apel ujin të ndërruan vllazën rune. Aman, rune shumë. Qysh me rujt, mos e shpërdorani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, që tash qysh lidhet kjo punë edhe me ibadetin që e kemi, se uji është shumë i rëndësishëm, jo është për me mbjetu, edhe për me bë ibadet, për me marr abdes, për me marr gusëll, për do më thonë punë që zbot as ibadeti pa pastërti. Ka thonë nëse jetë të marrë abdes në lumë të rjedhshëm, mos e tepro me shpërdorimin e ujit, edhe nëse jenë lumë të rjedhshëm e marrë abdes. Lumi i rjedhshëm që ai ujë është tash të parateje, ty se përdor ose e përdor, ai shkon te poshtë tani, nuk nalet, nuk rrin aty, ose shpërdora. Mësou me qenë i disiplinum. Nëse jetë të marrë abdes në shtëpi, në kru, në çeshme, mos e lësho deri në maksimum, lësho pak sa ka nevojë me ilaç ato gjymtyr, edhe nale kur si jetu e përdor. Ose jetu umor me higjienë, ose me pastrim të dhëmbëve, ose me çka do të qoftë. Pse? Për arsye se është begati. Ti mundesh me thonë, po çka shpenzojën e vetëm një njeri jam, ose një familje, çka shpenzojmë na shumë ujë. Ti një njeri, aty një njeri tjetër, një familje, dhe pastaj mundet me u rregullu kjo punë. Edhe ajo tjetra, derisa e shpenzojmë, e detyrohemi me e pagu. Mos t'i shkon mendja dikuj me thonë të ves hoxhën, a ban bre, veç pak, veç me një qeshme me i shmang pagesas. Mos të përdori fjallën vjedhje, po vjedhja është realisht. A bon me vjedh ujën, për para na thoshin, a bon me vjedh rryman. Po, ti në pyetje e ki përgjigjen. A bon me vjedh. Hajtë kallëzëm ti mu që s'po din, që po më vetë mu, a bon me vjedh. Nuk ban. A bon me shku në dyqan me marrë diçka edhe me dalë pa pagu s'ban. Pa as ujën s'ban me vjedh, as rrymën s'ban me vjedh, as kurgjafin nuk ban me vjedh. As me e kesh përdor, dikush mundet me thonë, okej, unë se vjedhe, unë e paguj, po e shpenzoj sa du. Jo, se mundesh me shkaktu dam. Andaj, apeli im sot është në vllazën, të edukohemi që gjanat me i shfrytëzu. Edhe racionalisht mos me bosh përdorime, po njëkohësisht edhe begatit që Zoti i plotfuqishëm na i ka dhënë, me i përdor vetëm për mirë. Edhe lirin e lëvizjes, edhe lirin e shprehjes, edhe lirin e daljes, edhe sigurin, edhe krejt ato, me i përdor, thot, unë jam i lirë. Je i lirë, derisa të mos e rrezikojsh tjetrin, se masanin si je i lirë. Për arsye se nëse e cenon sigurin, atëherë ti jetë të e kesh përdor lirin. Në këtë aspekt do të jemi të gjithë të vëmendshëm, nga se nëse kështu sillemi, Allahu i madhruar ka me na e mundësu që këtyne begative në radhë parë me jau shiju, shijen, ëmbëlsin, në radhë dytë, me vazhdu me to, edhe në radhë tretë që është më e rëndësishmja, Allah i madhruar na i shton edhe më tepër, Allah i madhruar na falte, na udhëzofte, na drejtofte, e na vetë soft për t'i vlerësuar gjanat ashtu si duhet edhe për t'i ruajtur ato.